E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tiron Alilin. Tani me ju do të ndajmë një moment shumë të bukur dhe shumë emocionues. Pas 120 ditësh brënda në shtëpinë e Big Brotherit, pas luftrave të mëdha, pas dinamikës të madhe, pas ngjarjeve të shumta që ndodhen brënda asaj shtëpie, Selin Bollati, fituesja e këtij formati, u bë e njohur bashkarisht me familjen e saj. Një histori që në fakt Selinën e vuri pak në siklet, një histori që solli Rogertin i cili çfarë nuk tha për babain e Selinës duke e akuzuar një herazit që ishte edhe në burg, do me thënë debate që në fakt ndoshta me padashje e bën familjen e Selinës që të ishte pjesë e një formati siç është Big Brother. Por, konkretisht çfarë ndodhi? Selina me njëherë pas përfundimit të Big Brotherit, ku ne prisnim që Selin të udhëtonte në për pushimet të cilat i mori nga Global Travel, Selina nuk dëshironte që të ikën me gimbal diku, pa shkuar të takonte gjën më të çmuar. Ditën e djeshme, në Instagramin dhe në kanalin e YouTube Monitor TV dhe unë Tiron Alili, kam sjellur fotografin dhe kam dhënë detajet që Selina kishte udhëtuar për të takuar babain e saj. Udhëtimi është bërë nga Shqipëria në Bologna, nga Bologna drejt destinacionit, ku Selin ka takuar të jatin. Selina ka ndarë 2 ditë me babain, është kënaqur, është argëtuar, e ka shijuar momentin, janë çmallur, kanë kaluar çaste fantastike dhe ka përzgjedhur që të sjellën vetëm një video siç nën hije ku duket i ulur në anën e djathtë të makinës me të cilën voziten, është i ulur i jeton Bollati. Për të gjithë këto udhëtim edhe për të gjithë udhëtimin atje në vend ngjarjen ku ka qenë Selin bashkë me babain, është përkujdesur Global Travel, do me thënë Selin është shumë falenderuese për këtë rrugtim. Një rrugtim që janë çmallur, një rrugtim që i kanë dhënë dashuri njëri tjetrit, një rrugtim që i kanë dhënë energji të mirë njëri tjetrit dhe pozitivitet. Vajza për babain bën gjithçka dhe në këtë rast Selin e dëshmoi edhe një herë që është në gjendje të bëjë çdo gjë për babain e saj. Nga informacioni që kam unë, zotëria Toni së shpejti do të kthehet në Shqipëri dhe nuk do të shkon më kurrë në Afrikë. Ai vërtet ka qenë në Afrikë, ka punuar atje. Selina ka nxjerrur një fotografi ku babai i saj është duke ecur, do me thënë kanë kaluar çaste të bukura dhe janë argëtuar me njëri tjetrin si babai kundërdrejt një vajze. Ndoshta në ndonjë intervistë apo në ndonjë përshkrim në Instagram, Selina do të na tregon se si e ka pranuar jati marrëdhënia dhe çfarë i ka thënë Selinës, por gjithsesi unë jam shumë i lumtur që pas gjithë atij rrugtimi Selina këtë gjë e bëri vetëm për të bashkuar familjen dhe ja arriti atij momenti. Unë i uroj të gjithat mirat dhe i uroj që ajo të jetë e fuqishme gjithmonë. Por ajo që në fakt më ra në sy, edhe nga atje ku Selina po argëtohet me babain, po shijon momente me babain, Selina nuk ndaloi së suportuari në grupin e fansave që ka hapur në Instagram të dashurin e saj të zemrës Gimbon. Ajo edhe duke qenë me babain e saj shkruajti një mesazh duke kërkuar të gjithë shqiptarëve që ta mbështesin sa më shumë Gimbon dhe të jenë pranë tij.